2 vite për kushtim, sfida dhe avancim në leximin e Kuranit u kurorzuan me programin 2 vite rrugëtim, një përjetësi shpërblim, organizuan nga Drejtoria Fetaro-Arsimore, përkatësisht Departamenti i Gruas pranë Kryesisë së Bashkësisë Islame të Kosovës. Në këtë projekt morën pjesë 91 mualime nga vende të ndryshme të Kosovës, të cilat përgjatë 2 viteve ju përkushtuan avancimit të leximit të Kuranit, duke dëshmuar vullnet, disiplinë dhe dashuri për librin e shenjtë. Programi u hap me lexim të ajeteve nga Kurani, ndërsa në fjalën hyrëse, udhëheqja e Departamentit të Gruas theksoi se ky sukses është dëshmi e përkushtimit dhe lidhjes së vazhdueshme me dijen dhe Kuranin, duke kujtuar se rrugëtimi drejt tij nuk përfundon asnjëherë. I pranishëm në këtë organizim ishte edhe Miftiu i Kosovës Naim Tërnava, i cili përgëzoi mualimet për arritjet e tyre, duke vlerësuar zhvillimin dhe avancimin e gruas në fushën e dijes islame ndër vite. Duke ditur vlerën e dijes dhe rëndësinë e dijes që e ka posaçërisht ata të cilët merren edhe bartin mbi supet e tyre emanetin hyjnor për kushtimin fenë islame. Duhet ta ndjejmë dhe ta kujtojmë rëndësinë e ajetit kuranor ku Zoti Xhaleshanuhu thot: "Warattilil Qur'ane tartila", dhe lexoje Kur'anin ngadalë, bukur dhe rrjedhshëm. Andaj, duke u bazuar nga ky ajet, kujtojmë që çdo fjalë, çdo mund, çdo përpjekje drejt kësaj rruge është shpërblim nga Allahu Xhaleshanuhu. Andaj jemi falënderues për gjithë ata të cilët kanë kontribuar që kemi ardhur deri në këtë nivel që ne të avancohemi sa më shumë. Dëshiroj juve t'ju përgëzoj për këtë punë madhore që keni bërë, për punën e përditshme që jeni duke bërë në Kosovë, dhe për qurja në vend të emanetit madhit Zot Xhaleshanu, kur ai po na thot: "Ti o Muhammed", është fjala, "Beligh ma unzila ilayka min rabbik, fa in lam tafal fama balagta risalata". Transmeto, kumto, shpjegoje, shtjelloje, përhape, transmetoje fjalën e Zotit Xhaleshanu, atë që të ka zbriti madhi Zot. Pjesë qendrore e organizimit ishte ligjërata mbajtur nga doktoresha Florentina Tërmkolli, një herësh nismëtare e këtij projekti, e cila foli për rëndësinë e shoqërimit me Kuranin dhe ndikimin e tij në ngritjen shpirtërore personale të besimtarit. Ajo theksoi se lidhja me Kuranin, ndryshe nga çdo lidhje tjetër, e udhëzon njeriu drejt avancimit dhe përsosjes së vazhdueshme, ndërsa nënvizoi se dashuria ndaj tij lind përmes njohjes dhe kuptimit të mesazhit hyjnor. Dashuria ndaj çdo kujt të dashura fillon me njohjen e tij. Nëse nuk e njeh dikon edhe nuk e don. Por duhet ta njohësh ato. Më pastaj i vijnë hapat e tjerë që vije deri te dashuria. Kur e don dikon edhe e pason. Kur e pason mandej edhe pret rregullat, urdhrat, dispozitat, ndalesat, çdo gjë që ka ai pret shumë me zemër hapur edhe me mendje hapur. Shoqëria me çdo kënd këtë jetë, ndonjëherë të lumturon, po ndjen njëherë edhe të lëndon edhe të rëndon. E vetmja shoqëri të dashura, e cila kur në jetën e tij nuk do të lëndon, është shoqëria me Kur'anin. Është ai libër i cili meriton të lexohet, meriton që të dëgjohet, meriton të studiohet, meriton të meditohet. Po ashtu edhe shkencat, qoftë tefsiri, qoftë ulumul Kur'an, e shkencat e tjera meritojnë mund dhe derdhje të djersës që njeriu të mundohet ta kuptojë fjalën e Zotit subhanahu wa taala. Emocionet e veçanta solli dhe rrëfimi i hafëzës që udhëhoqi mualimet përgjatë këtij procesi 2 vjeçar, e cila kujtoi sfidat, përkushtimin dhe rezultatet e arritura gjatë këtij rrugtimi, duke përcjellë mesazhin se vazhdimësia mbetet qelësi kryesor i suksesit në avancimin e leximit të Kuranit. Qëllimi themelor, siç e dini, i këtij rrugtimi ishte avancimi juaj në leximin e Kuranit. Siç e përmendi edhe doktoresha, ishte një mision, një amanet që u barë në bisupet e mia e që mundova që ta mboj atë me përgjegjësi të plotë. Porësia ime për ato që kanë mojë gjithë mësim me mu, ka qenë edhe do të mbetet e njëjtë.
Qelsi i suksesit në avancimin e leximit të Kur'anit, ndoshta është një detaj shumë i thjeshtë për ju, mirë po ky qels është themeli i çdo suksesi. E ky qels është vazhdimësia në lexim të Kur'anit. Nga se malimet e dashura ju e dini se kjo është edhe porosi profetike. Pra nëse ne e praktikojmë këtë porosi, pra vazhdimësi, jo vetëm në Kur'an, por në gjitha etapat të jetës, atëherë s'ka dyshim se do vinë një ditë që kjo vazhdimësi do të jep fytyrët e saj. Dhe fjala jonë e fundit është falëndërimi takon Allahut, Zotit e botrave. Në kuadër të programit u shfaq dhe një kronikë kushtuar 7 mualimeve, përmes së cilës u prezantua rrugëtimi i tyre gjatë kësaj periudhe të mësimit dhe avancimit. Për kontributin dhe angazhimin e tyre, 7 mësueseve ju ndan mirënjohje dhe dhurata, ndërsa 84 mualime pjesëmarrëse u pajisen me certifikata.